Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Alianca për shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut premton mbështetje për Shtetet e Bashkuara të Amerikës në përpjekjen e saj kundër programit bërthamor të Iranit. Në kumtes thuhet se Alianca për krah fuqishëm qëndrimin e SBA-s dhe të Bashkimit Evropian ndaj çdo përpjekje për të minuar paqen globale përmes fuqisë shkatruese. SBA mbeten aleati ynë më i rëndësishëm, partneri strategjik dhe miku ynë i pazëvendësueshëm, thuhet ndër të tjera në reagimin e Aleancës për shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Koalicioni vlen konfirmon vullnetin e qeverisë së Republikës Maqedonisë së Veriut kundër përhapjes dhe përdorimit të armëve bërthamore si dhe kundër çdo kërcënimi bërthamor. Si pjesë e qeverisë vlen thekson mbështetjen për veprimet e vendosura dhe diplomacinë e partnerëve strategjik si SBA, NATO dhe BE. Si subjekt politik serioz, pjesë e pushtetit, jemi kundër përhapjes dhe përdorimit të armëve bërthamore si dhe kundër kërcënimeve bërthamore dhe në këtë drejtim japim mbështetje për veprimet e fuqishme dhe të vendosura si dhe diplomacinë e partnerëve tanë drejt arritjes së këtij qëllimi. Maqedonia e Veriut është partnere e përkushtuar e SBA-s, NATO-s dhe BE-s. Ne kemi nevojë për një botë ku siguria dhe dialogu janë vlera që askush nuk guxon t'i rënojë, thuhet në kumtesën e koalicionit vlen. Ambasada e Maqedonisë së Veriut në Izrael njoftoi se hapësira ajrore e Izraelit si dhe aeroporti janë mbyllur nga 22 qershorit, duke bërë të pamundur për momentin planin për evakuimin e qytetarëve të huaj përmes aeroportit të Tel Avivit. Nga Ministria Izraelite e Turizmit thuhet se funksionon një rrugë detare nga Ashdodi në Limassol në Qipro. Sipas ambasadës, anija tjetër me vende të lira, Crown Iris, është planifikuar të niset nga Ashdodi në mesditë më 27 qershor dhe ka kapacitet për 1500 pasagjerësh, ndërsa biletat janë të disponueshme direkt nga faqja e internetit e kompanisë Mano Shipping. Thirrja për të gjithë qytetarët që nuk kanë pasaportë të vlefshme është të kontaktojnë ambasadën e Maqedonisë së Veriut për të marrë dokument udhëtimi. Ushtria izraelite vijon të godas 6 aeroporte ushtarake iraniane në pjesët perëndimore, lindore dhe qendrore të Iranit. Sulmet prekën pjesat e fluturimit strehimore në toksor, një aeroplan furnizimi me karburant dhe avion F-14, F-5 dhe A-1 që i përkisnin regjimit iranian. Sipas mediave izraelite, avionët e shkatruar do të përdoreshin kundër forcave ajrore izraelite për të prishur operacionet e tyre brenda territorit iranian. Forcat ajrore izraelite ndërprernë aftësinë për të ngritur nga këto fushë ajrore dhe kapacitetin operacional të forcës ajrore të Iranit. Irani lëshoi të në një breshëri raketash dhe dronësh drejt Izraelit. Raportohet se të paktën 8000 njerëz kanë mbetur pa energji elektrike në Izrael, si pasojë e sulmeve. Teherani informon se ushtrisë së saj i është dhënë liria për të sulmuar objektivat amerikanë pas sulmeve masive të administratës Trump në vendet bërthamore iraniane. Ndërkohë që kreu i mbikëqyrësit bërthamor të Kombeve të Bashkuara ka thënë se THN se dëme shumë të rënda priten në objektin nën toksor të Iranit në Fordo pas një sulmi ajror amerikan atje me bomba të sofistikuara bunker shkatrues, raporton Associated Press. Komandanti i përgjithshëm i ushtrisë iraniane, Amir Hatami, paralajmëroi Shtetet e Bashkuara të Amerikës se do të kenë një përgjigje të fortë. Gjatë historisë sonë jemi përballur me Amerikën shumë herë. Sa herë që ata janë përpjekur të vinë për ne, kanë marrë një përgjigje të fortë, tha General Major Amir Hatami. Kemi pasur shumë martir, por do të luftojmë me forcë dhe guzim. Duhet të jeni të sigurt për forcën tonë, tha Amir Hatami. Një nga generalet më të lartë të Iranit u emërua në këtë rol më pak se një javë më parë, ndërsa Irani riorganizoi udhëheqjen e tij ushtarake për të mbushur pozicionet e mbetura bosh pasi Izraeli vrau disa figura të larta në sulmet e tij të fundit. Në përgjigje ndaj sulmeve izraelite dhe amerikane, parlamenti iranian mbylli ngushticën e Ormuzit për trafikun detar. Vendimi final për këtë çështje i takon Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare, njoftoi General Esmail Kohesari, njerësh antar i Komisionit të Sigurisë Kombëtare të Parlamentit iranian. Ngushtica e Ormuzit cilësohet si porta më e rëndësishme për transportin e naftës në botë. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio ka bërë thirrje Kinës që t'i kërkojë Iranit të mos e mbyllë ngushticën e Ormuzit në përgjigje të sulmeve të Washingtonit ndaj centraleve bërthamore të Teheranit. Well, I encourage the Chinese government in Beijing to call them about that because they heavily depend on the Straits of Hormuz for their oil. E inkurajoj qeverinë kineze të drejtohet atyre për këtë çështje sepse ata janë shumë të varur nga ngushtica e Ormuzit për naftën e tyre, tha Rubio. Kjo vjen pasi parlamenti i Iranit miratoi bllokadën strategjike të ngushticës, e cila transporton më shumë se 20% të naftës dhe gazet botror, duke ia lënë Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të marrë vendimin përfundimtar. Trump paralajmëron për ndryshimin e mundshëm të regjimit në Iran. Reagimi i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump erdhi vetëm pak orë pasi anëtarët të administratës së tij këmbgulën se sulmet e fundit në Iranit nuk kishin për qëllim të sillnin ndryshim regjimi. Politikisht nuk është e pranueshme të përdoret termi ndryshim regjimi, por nëse regjimi i tanishëm iranian nuk është në gjendje ta bëjë Iranin sërish madhështor, pse të mos ketë një ndryshim regjimi, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social. Rajoni
Një vizion i ri për një proces ligjvënës më cilësor, efektiv dhe më të hapur të aksesueshëm nga publiku është komenti kryetares Kuvendit të Shqipërisë mbi projektin më të ri i legjislacionit të paraqitur para publikut. Për herë të parë në Kuvendin e Shqipërisë do të kemi akte ligjore të konsoliduara që përmbajnë të gjitha ndryshimet ndër vite në një version të vetëm e me qasje për të gjithë. Kjo do të mbështetet nga një proces i avancuar kërkimor përmes metadatave të shënjuara sipas standardeve më të sofistikuara ndërkombëtare për hartimin e dokumentave ligjor. Në këtë rast, Elisa Spiropali e cilësoi platformën një hap të rëndësishëm drejt modernizimit të procesit ligjvënës në Shqipëri. Sipas Spiropalit, i legjislacioni shkon përtej një programi kompjuterik, duke thënë se është një vizion i ri që u jep mundësinë qytetarëve, organizatave të shoqërisë civile, grupeve të interesit, ekspertëve dhe aktorëve të tjerë të ndjekin dhe të kontribuojnë në procesin legjislativ nga faza e hartimit deri në miratimin në kuvend. Nuk është thjesht një mjet teknologjik, por një ndryshim thelbësor në mënyrën se si hartohet, diskutohet dhe miratohet legjislacioni në Shqipëri. Përmes këtij sistemi të ri, procesi ligjvënës përveç se më transparent, bëhet edhe më gjithëpërfshirës. Në thelb, e-legislation si një sinergji mes digitalizimit dhe demokratizimit është një ftesë për pjesëmarrje, pasi qytetari i informuar, i përfshirë dhe kontribues është baza e një demokracie funksionale. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri Silvio Gonzato, i pranishëm në paraqitjen e platformës e-legjislacion, vlerësoi se mbështetja për këtë projekt synon të rrisë besimin tek publiku. Tha mes të tjerash ambasadori i BE-s në Shqipëri. It does not cover just Parliament's document. It covers documents also coming from the European Commission and from the Council of the European Union. And it thus has made the European Union as such, as a whole, more transparent and democratic. And it's not by chance that it was the democratically elected institution that thought about it and that put this system in place. Now, having a fully functional e-legislation, fakti që të kemi legjislacion të tillë pra është shumë i rëndësishëm për negociatat e Bashkimit Evropian për çështjet themelore, siç e përmendi dhe Micheli, dhe është edhe pjesë e kapitullit që ka të bëjë dhe me udhërfyesjen e funksionimit të institucioneve demokratike. Shqipëria evakuonte 4 shtetas që ndodheshin në Izrael. Përmes rrjeteve sociale, ministri Igli Hasani njoftoi se 2 janë larguar përmes Jordanisë dhe 2 përmes Egjiptit. Ata gjendeshin në Izrael për arsye profesionale dhe familjare, deklaroi Hasani. Ai falenderoi në mënyrë të veçantë autoritetet izraelite, jordaneze dhe egjiptiane, si dhe ambasadën austriake në Tel Aviv për bashkëpunimin dhe koordinimin e ngushtë me ambasadën shqiptare në Tel Aviv dhe Kairo. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. NATO vazhdon të kërkojë nga autoritetet e Serbisë që të ndjekin penalisht të gjithë ata që janë përgjegjës për aktet e dhunës në Kosovë gjatë vitit 2023, kështu deklaroi një zyrtar i Aleancës Ushtarake Perëndimore një ditë përpara fillimit të samitit të NATO-s që mbahet në Hag. Ne vazhdojmë të bëjmë thirrje Serbisë të sigurojë që personat përgjegjës për dhunën e vitit 2023 të dalin para drejtësisë, u shpreh zyrtari për gazetarët. Ai përmendi sulmin ndaj pjesëtarëve të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR, që ndodhi në maj 2023 para ndërtesës së komunës së Zveçanit, si dhe sulmin në fshatin Bajnës në shtator të njëjtit vit. Sipas zyrtarit, Ballkani Perëndimor mbetet një rajon me rëndësi strategjike për NATO-n dhe qëndron lart në agjendën e aleancës. Dështoi dhe vazhdimi 36 i seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës. Sërish kryesuesi i seancës konstituive, Abni Deari, kërkoi nga Partia Demokratike e Kosovës LDK, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe Lista Serbe që të bëjnë propozimet e kandidatëve të tyre për komision, por këto parti nuk pranuan dhe nuk morën pjesë në votim. Nga 99 deputet pranishëm, 53 deputet votuan pro, 1 kundër dhe asnjë abstenim. Deari ndërpreu seancën dhe bëri të ditur se vazhdimi i saj do të jetë më 25 qershor në orën 11. Ministri i Detyrës Drejtësisë Albulin Axhiu ka deklaruar se nuk e sheh të nevojshme përdorimin e gazit lotësjellës në kuvend, përderisa Albin Kurti është kryeministri i Kosovës. Unë e kam thënë jo një herë, e kam thënë disa herë, në qoftë se qeveria jonë do të bënte veprime kundër shtetit Kosovës, kundër qytetarëve të Republikës Kosovës, natyrisht që veprimet opozitare janë domosdoshme. Përfshir këtu edhe gazin lotësjellës. Por unë nuk besoj asnjëherë që me qeverinë tonë, me kryeministrin Albin Kurti, do të ketë marrëveshje të dëmshme për vendin. Prandaj edhe besoj që se ketë nevojë opozita për masa veprime të tilla. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.